Një i moshuar ka gjetur vdekjen pasi u përplas nga makina Jeep që drejtohej nga një i mitur. Fatkeqësia ndodhi në mëngjesin e sotëm në Vrapçisht, teksa i mituri me Jeepin e axhës së tij dilte nga obori me shpejtësi. Makina sapo doli në rrugë përplasi të moshuarin, i cili nga plagët e marra ndroi jetë në vend. I mituri është larguar nga vendi i ngjarjes. Kronika na sjell detajet. Sot në orën 6 të mëngjesit në një rrugë në hyrje të fshatit Vrapçisht është gjetur trupi i Pajet i 70 vjeçarit me iniciale BA, banori i këtij fshati. Trupin e Pajet të 70 vjeçarit e kanë gjetur pjesëtarët e policisë nga stacioni policor në Gallat. Nga ana organeve të rendit është ftuar ekipi i medicinës, por pasi kanë arritur në vendngjarje mjekët kanë konstatuar vdekjen. Nga policia nxisin dyshimet se vdekja e plakut është shkaktuar nga përplasja e një veture në lëvizje, e cila nuk ka ndaluar në vendngjarje. Disa qaste më vonë, në lagjen Dutllëk të Gostivarit, është gjetur automjeti i markës Jeepi Qiraki me targa të Gostivarit dhe që dyshohet se ka përplasur plakun. Policia pretendon se automjeti është drejtuar nga një 14 vjeçar nga fshati Negotin. Dyshohet se ky automjet ka qenë pjesëtar i fatkeqësisë në komunikacion, respektivisht se e ka përplasur për vdekje 70 vjeçarin nga fshati Vrapçisht, theksoi Marian Josifovski, zëdhënësi i policisë. 14 vjeçari i dishuar është privuar nga liria dhe është mbajtur në stacionin policor të Gostivarit. Në polici janë ftuar edhe prindërit e tij, ndërkaq që automjeti është konfiskuar dhe do të dërgohet në ekspertizë të mëtejme. Në vendngjarje është kryer ekspertizë, e cila është udhëhequr nga prokurori publik dhe ku ka qenë e pranishme edhe ekipi i policisë së Gostivarit. Marian Josifovski, zëdhënësi i policisë, thotë se punohet në zbardhjen e rastit, post çka do të merret epilog final. Nëse dyshimet e organeve të rendit konstatohen edhe nga prokuroria publike, sipas ligjeve në fuqi, 14 vjeçari mund të përballet edhe me masën e burgimit. Për të miturit, që në kohën e kryerjes së veprës penale nuk ka mbushur moshën 18 vjeç, dënimi me burgim nuk mund të jetë më shumë se gjysma e dënimit që parashikon ligji për veprën penale të kryer. Por sipas juristëve, rastet e tilla në gjyqësorin e Maqedonisë si zakonisht përfundojnë me masën për përkujdesje, respektivisht me vendimin që të miturit të dërgohen në shtëpinë përmirësuese edukative ose të merren nën kujdesin e qendrës për punë dhe politikë sociale.